Tefik Osmani, drejtori i ri i Departamentit të Skautizmit në Federatën Shqiptare të Futbollit, ka folur me superlativa për mesfushorin e kombëtares shqiptare Julian Shehu për performancën e zhvilluar në duelin ndaj Serbisë, duke e pagëzuar me emrin Toni Kroos. I ftuar në studion e rubrikës sportive, Korçari ndër të tjera deklaroi: "Jam ndier mirë për Manajn, se ka qenë i kryqëzuar në ndeshjen e parë, humbi penalltin dhe mendoj që Zoti ja ktheu. I dha shansin e dytë, tani besoj se është bërë hero për të gjithë trojet shqiptare." Që nga koha që ka ardhur Silvinho nuk mbaj mend një qarkullim topi me aq personalitet. Merita kryesore është e trajnerit. Ka zbuluar një lojtar në mesfushë që unë nuk dua t'i them Shehu, por Toni Kroos. Ka zbukuruar edhe Aslanin. Ka bërë një dyshe fantastike që na jep një siguri. Më përpara kishim vetëm Aslanin që nxirrte topin. Tani kemi edhe Shehun. Unë mendoj t'i vendosin emrin Toni Kroos. Ka treguar personalitet dje, mos harrojmë anën psikologjike sa e vështirë ka qenë. Nuk është e lehtë të shkosh për të luajtur futboll dhe të shikosh polic me maska. Para pak muajsh Manajn e kemi kryqëzuar. Është shumë e lehtë ta shikosh ndeshjen nga televizori dhe pastaj ta përjetosh në fushë. Shehu i vendosi vulën në këtë ndeshje. Ka merit trajneri që e ka thirrur, u shpreh Tefik Osmani.